Ti është baba e një vajze, nuk është vetëm ta mbrosh. Është ta mësosh të besoj, tregosh sa e fortë është. Dhe ta duash në një mënyrë që ajo një ditë të di se si duhet ta duan. Sot kemi këtu një baba që çdo ditë mëson se çfarë do të thotë të rrisësh një fëmijë. Mirë se erdhe Eri. Sot nuk do flasim vetëm për ty si baba. Do flasim për lidhjen më të fortë dhe një herë është më të brisht edhe më të butë për lidhjen baba dhe vajzë. Kur e shikon Klerin, çfarë shprehje lind brenda teje? Kur e shoh duket që të kuptoj që nuk është problem se u rrezove, që nga rrezime në mësën, thjesht duhet që të qohet më e fortë dhe në shumë raste të kuptoj që mos ta humbë atë humanitetin, pjesën shpirtit njerëzore. Dhe ka dhe shumë raste që ajo më pyet se fëmijë, si gjithë fëmijë shumë kurioz, që më pyet her pas here që kur shohim dikë në rrugë që lyp, njerëzit që kanë nevojë, thotë, "Babi çfarë është kjo çështë, ndaloj makinën kastile." Dhe mundohem të ndihmoj aq sa ka mundësi. Dhe i them që kur ka, njeriu duhet të japi. Pavarësisht se sot ka kohë e vështirë, njerëzit e harrojnë që duhet kemi edhe dikë për ndihmuar, i mundohem që asaj të paktën të jap kaq mundësi sa kam të ta mësoj që edhe nga çdo rrezik të zgjodh diçka brenda vetes edhe më i fortë që të çohet përpara dhe mos ta marr mendjen mbrapa ke rrezimi, sepse rrezimi gjithë jetën do na ndodhi. Sa e bukur. Dhe mundohem që të riapem, më thënë drejt. Mundohem të riapem aq sa unë si prind mashkull, se prindi femër është akoma më e zonja të riapem një goce, një vajze, unë mundohem të riapem që ajo në fund fare më thotë shok, jo vetëm baba. Kjo pjesa e empatisë, më qenë se e përmendëm. Ti thua që e mësoj, ndaloj makinën dhe e mësoj që kur ke duhet t'japësh. A ke frikë se dikush mund të abuzoj mbas disa viteve me mirësinë apo me dashamirësinë e Klerit? Si mendon që mund ta bësh të përgjegjshme apo ta paraprish që të japi, ndoshta të japi aq sa merr? Nuk e kam atë frikë. Nuk e ke? Nuk e kam. Sepse më thonë drejt, mendoj që nga ajo frikë gjithë e kemi përsuar. E kemi përsuar diku, diku pastaj edhe kemi reaguar. Se më moshën njeriu mëson dhe gjërat në jetë. Kujt ja vlen të investosh më shumë, kujt më pak, por fund fare qëndron që kemi human, kemi njerëz, dhe fëmia paktën të shijojë çdo gjë siç duhet ta shijojë fëmia. Pa kaluar etapa shumë gjëra tjera, ti kaloj gjithë avash avash dhe nuk e kam frikën se mund ta bëj, se mendoj shumë mirë duke di karakterin e saj që ajo do ta dalë përsëri mbrapa çfarë do më fort. A ke ndonjë frikë ose çfarë frikë ke ti për vajzën si baba? Frika ime, them drejtën, është që gjej dikë kur di koha që ta bëj si e dua unë. Jo si e dua unë si baba, po ta doj ta admiroj si person, si njeri. Këtë kam frikë. Jam i çik dosha më shumë se duhet i lidhur ndaj gocës, por këtë kam çik frikë nga krahu im. Po mendoj se ajo. Që do doje ti që Kleri të mësonte nga mënyra se si ti e do Klerin? Dua të mësoj që dashuria që unë jap, asaj ta kuptoj që njerëzit nuk është se do japin gjithë në një mënyrë dashuri, se unë jam babai. Fund fare do ketë dikën nesër në krah që mund ta doj, por nuk ke dhe interes ndaj dashurisë së saj, siç është edhe ndodh. Dua që ajo ta kuptoj shumë mirë që duhet trimat në atë person, sepse ai e do, i ofro çfarë ka nevojë secili në çift, në jetë, kur bën dhe me fëmijë, me shumë gjëra tjera. Ose dua që ajo ta kuptoj që ky person ndoshta edhe nuk ja vlen më të ri dhe më thon drejtën disha i kënaqur që të gjetë vetëm atë që ajo do. Jo të mundohet të përshtaste me dikë që nuk është për ata. Çfarë ndodh kur ajo të përqafon me lodhjen tënde? S'di çfarë them. Ndargët gjithmonë kur shtrihemi kemi një gjë tonë që ajo më përgodel hundën, e bëm si dy lepurush me njëri tjetrin. Edhe më thotë vetë duhet përqafoj se kush është shumë ngrohtë. Ai moment unë
Ai është Nuk di momenti çfarë do them. Dhe vetëm i them, ama te gjumë se nuk kam çfarë të bëj. Ka në një moment që ti je ndjerë, që ajo të beson ty plotësisht. Më thënë drejtën që momentin e parë që e ka dinë nga majtë në dorë, tha që kjo do më besoj mu për çdo gjë dhe unë asnjë. Ku ka harë mamia me ka dhënë të dorë aty ngela. Ishte diçka që si kisha përjetu. Dhe nuk e kuptoja. Dhe se kuptoj akoma, më thënë drejtën. Edhe pse kanë kalu kaq vite. Kanë kalu kaq vite, po prapë shumë raste shoh, i them bashkëtorët mi, faleminderit për këtu ku jemi, po ku fare, sa akoma nuk arrit ta kuptoj. Dhe ai ishte momenti për unë më i bukur. Pavarësisht se kalojnë shumë momente të tjera që tash do e shpreh, është e madhe, por ai ka qenë çasti i parë. Kur ti ndjesha baba, edhe Ku ka ardhur mamia, ma dhënë dorë ngela, vetëm ngela, ndjesha fort, ishte edhe Covid. Me ato maska të urrit ndaj fyt. Ajo një fosh, një vogël që më shikoj, apo aq ishte. Ai ishte momenti. Ço do doje që Kleri të mos pranonte kurrë nga askush? Kompromis. Bëhet atë çfarë ajo mendon që është saktë për atë. As edhe kompromisi tjetër. Sa ajo dhe di shumë mirë edhe kur të rritet që çdo gjë tjetër familja ka aty, mund të më ketë aty, maman e vet po, njerëz pas njerëz vlla, motër, dhe këtë njerëz gjithë rishën mbështetësin. Dhe nuk dua të bëj kompromis për asnjë gjë. Se gjitha kemi dalë vetë një jetë, dhe dua që edhe të dalë vetë një jetë. A mendon që ka lloje kompromisesh që jeta ti ofron si domosdoshmëri që ti duhet t'i bësh ato kompromisa? Mua më pëlqen shumë. Pa të cënuar, po. Po po cënuar vetën tënde. Se kur themi kompromis, dashi pa dashi do të bëj një kompromis në jetë. Unë bëj një kompromis sot, mundon të rri më afër familjes time, bashkëshortës, vajzës, prindërve të mi, deri diku isha në rrethana të tjera, isha më shumë në shoqërinë time. E kuptoj. Është një kompromis për shpërtiminë e familjes. Këtë kompromis do ta bëjnë shumica, sepse sot ka shumë që shoh njerëz që e kanë harruar familjen dhe mundohen të shkojnë sa më vonë familje. Po do vi moment që fëmia do ta thotë. E quan si në një farë mënyrë shmangje nga përgjegjësia apo e quan papërgjegjshmëri, po, papërgjegjshmëri. Do jetë më shumë unë e quaj si shikon ti, si për të thënë, shmangje. Ndoshta njerëzit sot nuk janë akoma gati, edhe jetesa është bërë më e vështirë, çdo gjë është bërë më vrap, nuk dinë ato të ndalojnë, dhe ndoshta i kap rutina dhe vjen moment që nuk ndalojnë. Por kur kthehen shumë kohë më brapa, do kuptojnë shumë që kanë thjesht një fëmijë që në fund fare munduar të arrisë një dado, shumë nisë në raste edhe një dikush tjetër nuk ta ofron kurrë dashurinë e nënës së babës. E vërtet. Një Filipinëse, Fënza, pa pasur asnjë gjë për asnjë gjë. Por ato nuk të ofrojnë, ato vinë thjesht marrin pagesën. Fëmia ka nevojë gjëra të tjera. Fëmia ka nevojë vetëm thjesht të marrë për dorë, shkoj diku, të shohë një gjë që ka qef. Ai sa është, pavarësisht kosto, nuk e kosto zero, më të kosto shumë më madhe. Ai do fëmia. Do një mbrëmje të ri me ty, të lexosh një libër. Do të shohë një shfaqje me ty fëmijësh, një teatr, një gjë. Shumica sot paktën po them për gjithë çiftet e reja, por mos edhe për meshkujt më shumë, që kanë një papërgjegjshmëri ose një frikë të rinë më shumë se ç'duhet në familjen e vet, këto si janë akoma në vetë, nuk kemë vetë, ke përgjegjësi tjera. Të paktën kjo është që ne duhet të mendojmë që mos i mungojë fëmijëve tonë se rrinë shumë shpejt. Koha. Rrinë shumë shpejt. Koha. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Në qoftë se Kleri do shkruante një libër për ty, si mendon ti që do ta kishte titullin e ai libri? Me qef të madh, dhe kisha titullin Babi im, edhe pse s'ishte më i përsosur, mba dashurinë më të madhe që kishte mundësi për të bërë. Kaq do ishte. E ti je sigur që diçka e tillë do shkruaj Kleri me gjithë atë gojën e mjalt që e ka. Po. Se di, a mendon që ke marrë një mësim nga qenit baba, edhe kush është mësimi më i madh që ti ke marrë deri tani? Unë si karakter, si person, atë që më një njeri i përgjegjshëm shumë dhe për familjen,
por kur bëhesh në fëmijë, diçka tjetër. Zhvishesh nga ajo dje mas e babait fort, njeriu që mund të bëhet çdo gjë, dhe nuk është se e shfaqet jetën tonë në dobët, para fëmijës sot është pak më ndryshe. Kur shfaqesh shpirtin në dobët, do bëhesh edhe më i mirë, edhe më i drejtë, edhe më i dëruar, por ti është që më shumë frikë të kesh. A të ka ndihmuar ty Kleri të jesh më i butë apo të jesh më i fortë? Në fund ka ndihmuar më i butë. Çfarë nuk doje të përsërisje nga mënyra si e rritur gjatë edukimit të Klerit? Dua vetëm që ajo të shijojë çdo etapë të jetës. Nga fëmijëria deri gjithë etapët e jetës. Dua që të ketë të rritet më shpejt se ç'duhet. Të mbështesi familjen ose të bëhet ballë babai, nënës vet për diçka më shumë familje. Duhem që ajo të shijojë jetën e vet. A je ti i lumtur? Pafund. Pafund? Në atë po. Faleminderit shumë Meri për kohën, për sinqeritetin. Mundon. Ishte një intervistë tipike e një mashkulli gafore. E kemi në atë. E kemi. Mirë se erdhe në klub, edhe unë jam gafore. E di kam dëgjuar gafore. Gruan e përshëndesim, edhe përqafojmë fort. Nuk e di. Jam pa fjalë nga sinqeriteti. Besoj se unë kuptoj se ti beson në çdo fjalë që thua. Edhe kjo është gjëja më e mrekullueshme. Sepse të duhet shumë dignitet, personalitet, forcë, edhe dashuri pa kushte, duhet të kesh vetë brenda në momentin që duhet t'ja transmetosh fëmijës tënd. Përndryshe, nëse ti nuk i ke këto brenda, atëherë është kohë që ulem dhe flasim për një edukim. Okej, sidomos këtë fëmijë. Unë të falenderoj pafund për kohën edhe që je ti. Shumë faleminderit. Dhe shqyqy që fëmia jonë mbi të gjitha rritet këtu. Faleminderit. Jam shumë i lumtur për atë, se kemi staf me kolloshëm, edhe se vetë kemi një lloj plusi ndryshe nga gjithë njerëzit që unë njoh, ose dhe shumë e lumtur dhe jemi shumë qejfshëm. Faleminderit ju. Faleminderit shumë.